La 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 la, love is love. La 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 la, love is love. Unë jam inxhinier. Çdo objekt që ndërtoj, e ndërtoj me përkujdesjen dhe përgjegjësinë më të madhe, qoftë ur apo shtëpi. Dua të jetë e sigurt, të qëndrueshme dhe të rezistoj kohës. Ndaj dhe e përdor vetëm hekur sidenor, sepse vetëm sidenor kam garancinë e cilësisë më të lartë për sigurinë dhe besueshmërinë që kërkoj. Mbrojmë fort ata që duam, bëjmë më të mirën për ta. Sidenor, zgjedhje e sigurt. Me të vërtet e kam. Ekziston një kredi që e merr tani dhe fillon ta paguash në fillim të vitit tjetër. S'ka mundësi. Po të them që ka. Mirë pra, në qoftë se ka një bank ku jepen kredi të tilla që unë i marr para tani dhe filloj paguaj në fillim të vitit tjetër, atëherë, nesër në mëngjes do e pi kafen i veshur me atë fustanin tënd të bukur. U knaqe? Ta heq tani. Të thash. Përpara se të këmbgulni për gjëra të pamundura, vizitoni një deg të Raiffeisen Bank. Merr një kredi personale në lek tani dhe fillo të paguash këstin në janar 2014. Raiffeisen Bank. Fitoni çdo sfidë. Mobileria Ajax ju ron gëzuar festat dhe ju fton të vizitoni sallonet për të përfituar nga ulja reale, 20 deri në 40%, por më shumë se 80 artikuj. Mobileria Ajax. Dëshira për të jetuar bukur. Përse zgjodhët Luarasin? Sepse e di që diploma ime ka reflektuar më të mirë në Shqipëri. Sepse këtu gjeta traditën dhe profesorët më të mirë. Sepse duke studiuar këtu, mundësitë e mia për punësim shumë fishare. Luarasi. Ky emision mundësohet nga Mobile. Bashkohuni me ne për studimet universitare. Regjistrohuni në Universitetin Planetar të Tiranës. Kabineti i protezimit Salaj ju vjen në ndihmë me eksperiencën e tij shumëvjeçare në fushën e vendosjes të aparateve të dëgjimit. EHV, zgjedhni cilësinë. Tatimet dhe biznesi kanë pasur një marrëdhënie të vështirë vitet e fundit. Kontrollet e shpeshta, gjobat, mos rimbursimi të VSH-s, rishfetet, mos shlyera e taksave kanë qenë themel të akuzave dhe kundër akuzave mes palëve. Por si do të ndryshojë kjo marrëdhënie? Çfarë pret biznesi dhe mira të punësuar në të nga administrata e re? Sa taksa do të paguajmë dhe si do t'i paguajmë ato? Si do të arrihet premtimi i kryeministrit Rama që biznesi i madh nuk do të kontrollohet? Përgjigjet në emisionin Të bësh ekonomi, në një përballje të biznesit dhe Ministrisë së Financave dhe Administratës Tatimore. Sot, ora 21 nga Aurora Sulqe. Ky emision u mundosua nga Raiffeisen Bank. Fitoni çdo sfidë.